Rruga Bleranit, kryesorja e këtij fshati në zonën e Bardheve, e cila shërben për rreth 5000 banor, ka degraduar ndjeshëm duke u mbushur me gropa dhe balt. Banorët kujtojnë se kjo rrugë është asfaltuar vite më parë dhe se në dëmtimin e saj nuk përjashtohen as ndërhyrjet e kryera për rrjetin ujësjellësit. Gjithsesi, ajo qarkullohet me mjaft vërtetësi nga automjetet, asa drejtuesit e tyre theksojnë se po u shkaktohen dëmtime të shpeshta. Për këtë arsye, kërkojnë që bashkia të planifikojë sa më parë rregullimin e kësaj rruge, pasi gjendja e saj po rëndohet nga dita në ditë. Ashën edhe vetë që tonë gropa 5000 banorë në tonë. Janë degraduar deri te ura të hilse push. Krejt qysh atje ka ballohet. Vend dorë shteti, se më pas shteti baket rrugë. E ta godisin e të ecim si njerëz. Shifi makinat si janë, qysh çka ka bëhet. Po këtu kena mesinëra fëmijë, mesinëra familje, si shkojnë shkollë, shkojnë punëve, të shkojnë hesave të këtu bora shtruar para 4 vjet, po thoj 5 vjet mund të jetë shurokë, çfarë është apo katastrofë. Peshi një vet. Peshi një vet si është puna e problemi jon. Po rruga kryesore, si lill tana fshatin dhe lill tana shtëpiat e këtyre vendeve një kjo rrugë lill. Shije katastrofë. Ti peshe vet makina se janë dy jarë dy shkuar, kupton, ngrop me ran, ngrop e mu me zonë pesh marr rrezik. Rruga është katastrofë. Nuk kalohet makinat një në shkatru krejt. Si mos me kanë shtetit kërkon nuk di gjë çfarë më thon për këtë vend. Shumë kohë kjo. Pas bëhet asnjë gjë për këtë vend, për këtë komunitet asnjë gjë nuk bëhet. Thjesht pelani ashtu. Si mos me kanë shtetit, vetëm rrugën e drita, asnjë gjë tjetër. Si kërkojmë shtetit asnjë gjë, vetëm rrugë drita. Në këtë zonë, prej disa muajsh po punohet për shtrimin e tubacioneve të ujësjellësit, një projekt që pritet të zgjasë të paktën deri në ver. Banorët theksojnë se duke qenë se shtrirja e tubacioneve në rrugën kryesore ka përfunduar, duhet të vazhdohet menjëherë në asfaltimin e saj si një nevojë emergjente, pa qenë e nevojshme të pritet përfundimi plot i ujësjellësit për të gjithë zonën e Bardheve.